Dhe për këtë, thot Këshilli i Bashkimit Evropian për aty CNN, që disa vende ende nuk kanë dhënë dritën jeshile, por pak a shumë drafti i presidencës shqipriote është drejt stabilizimit pothuajse 100%, dhe ditën e sotme, në këto momente që po raportojmë, po zhvillohet mbledhja në Bruksel dhe vendet do të vendosin nëse do duhet një mbledhje tjetër, apo do të kalojnë ditën e sotme draftin final, draftin e dakordsuar mes vendeve anëtare e Këshillit të Bashkimit Evropian, Presidencës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, që më pas të kalojnë në fazën tjetër. Faza tjetër është mbledhja ambasadorëve, ku sipas komunikimit me Këshillin e BE-s është përcaktuar nga ana e presidencës dita e premte 22 maj, gjithmonë nëse do kaloj këtë javë ditën e sotme, apo nëse do ketë një mbledhje tjetër me datën 21 të parashikuar, dhe më pas do të jetë mbledhja e ambasadorëve. Aty në Korepër do të vendoset dhe data e konferencës ndërqeveritare, ku Shqipëria do të shfaqet, duke marrë pjesë në mbledhjen e konferencës së ndërqeveritare, pasi deri në këtë moment diskutimi ka qenë mes vendeve anëtare, Këshillit të BE-s dhe Komisionit Evropian. Të paktën sipas burimeve, drafti ka ndryshuar dhe ka kritere shtesë përveç se 24 kushteve fillestare për sa përket themeloreve, pasi pikërisht raporti i Bar varet dhe thekson pikërisht çështjet që kanë të bëjnë me themelor, shtetin e së drejtës dhe sigurinë. Ajo se çfarë ka ndryshuar është që kanë vendosur disa kritere shtesë për luftën ndaj korrupsionit dhe lirinë e medias, të kërkuara nga Gjermania kryesore, gjithashtu edhe nga Hollanda dhe Rumania. Pakicat kombëtare është një tjetër çështje të cilët kanë vendosur ata për të cilët për të kërkuar disa kritere shtesë, dhe kriteret ekonomike janë mjaft të rëndësishme, dhe pikërisht materialin që sapo dëgjuam pak më herët janë pikërisht të kriteret ekonomike të cilat qeveria shqiptare do sjellë një numër projektligjësh në kuvend për të miratuar, pasi Austria ka kërkuar që të ketë më shumë apo të ashpërsohen kriteret përsa përket ekonomisë. Pavarësisht kësaj dhe pavarësisht se janë atribuar të gjitha kërkesat e vendeve anëtare, ka patur një shqetësim nga ana e Komisionit Evropian, ku nuk ka qenë dakord deri diku përsa përket draftit të Këshillit të BE-s përsa përket kritereve ekonomike, dhe disa vendeve si Italia, Franca dhe Spanja mendojnë që janë disa kritere të ashpërsuara për vendin tonë, duke sipas tyre ka kaluar kufirin e ashpërsimit, por nga ana tjetër Greqia ka kërkuar së bashku me Bullgarinë dhe Rumaninë përsa përket pakicave kombëtare të mos ketë ndryshime përsa përket ashpërsimeve të kritereve, dhe Belgjika, paktën sipas burimeve, është dakord me draftin e Këshillit të Bashkimit Evropian apo me draftin e presidencës së Bashkimit Evropian që më pas të miratohet. Nga komunikimi që kanë pasur deri më tani gjatë gjithë kësaj kohe, duket që kjo është përgjigjja më pozitive edhe politika në Shqipëri, si nga ana e qeverisë, ashtu dhe nga ana e parlamentit, presin që kjo javë të jetë një javë pozitive për të marrë një vendim përsa përket IBAR-it. IBAR-i është i rëndësishëm, pasi duhet të miratohet IBAR-i, fillimisht nga Koela, ku është grupi punës, më pas nga Korepër, i cili është parashikuar me 22 maj nëse kalon në mbledhjen e Koelës, në takimin e ambasadorëve, dhe takimi i ambasadorëve vendos për konferencën ndërqeveritare. Në konferencën ndërqeveritare do ketë një dakordsi, një komunikim, një mbledhje me dyert të mbyllura, më pas një konferencë, dhe më pas kësaj faze fillon mbyllja e kapitujve për Shqipërinë në raport të negociata me Bashkimin Evropian, ku sipas qeverisë brenda këtij viti parashikojnë dhe kanë si objektiv për të mbyllur 10 kapituj, 3 prej të cilëve sipas tyre janë gati tashmë, vetëm presin mbylljen edhe miratimin e IBAR-it, që kanë të bëjnë 3 kapituj që kanë të bëjnë me politikën e jashtme, me kërkimin shkencor, dhe kapitulli 3 që ka të bëjnë me kulturën dhe arsimin. Florila Beleshi, faleminderit.